një nënt 59 vjeçare, kërkon drejtësi për djalin e vet që ja kanë marrë jetën disa familjarë të burrit. Me ta myt djal hastreti, lule trinic, e has një ditë në borë të merë për mu. Unë veç që dina që të se zemën e kam të kam. Telefonin unë e të qasë që bëjsh, a disha se diçka u bo. Jeta më ka shku gjithë me të zi dhe me të keq. Burri më ka dekë, më ka lanë djallin 12 vjetë. Vetë gru, vetë burri më kanë. Kuj bane 22 vjetë, ndodhe që këra. Nesit, ku ju më shku në Prishtinë qa me pandjë. Krytë në zavoj, me dy oksigjena në unë, një nguj. Të merë që që kom po djallin, o zoti shala, zoti kone se prevanë që muë. Mas 3 javë dite më ka dekë. Edhe mjek të ishin bëllë mi s'ka shansë për djallë s'ka si quët, po unë e mojshë e mirë që më quët djallë. Pa djallë dy qështë ti, Allah e visi jem qëtë si figurë që jita pa djallë sensë. Zemën e kam të kaltë. Me e knartë në jem edhe në shku të djalli, se si je marrë qëtë. Përshëndetje miqdashur të Mediumin Teren. Sot kemi ardhur në qytetin e Skënderajt me taku kumrije tema, e cila është një nënt 59 vjeçare që kërkon drejtësi për djalin e vet që ja kanë marrë jetën disa familjarë të afërm të familjes së burrit. Edhe sot nuk është i dënuar askush për vrasjen e saj. Për ma shumë kemi me diskutu me kumrijen. Ajo kam na fol pak ma shumë se çush ka ndodhur krejt rasti, edhe sipas autopsisë dyshohet edhe është e cilësuar si vdekje që ka ndodhur me shufra metalike, edhe prap nuk është dënuar askush. Përkundër faktit që kanë qenë 4 persona det me djalin. Hajde një shkojmë të takojmë zonën në kumrije edhe diskutojmë ma shumë për historinë e rëndë që i ka ndodhur. Dhe ta kumri si je? Mirë me thonë që të set një te me ka patë. Na kena ardhë me të vizitu prapë edhe me këshyrë në ashta për rastin e djallit tënë që ka ndru jetë para, po bëhen 4 vjetë tash në prill, edhe nuk është bë kur gjo. Po ti si nalë asnjëherë dhe kena me fol pak ma shumë, pa po na tregon ti për vetën, sa vjeçare je? Unë jam me 15-66, 59 vjeçare. Qysh ka qenë jeta jote? Unë e di që e ke pas një jetë shumë Një jetë e kom pas shtirë, jeta më ka shku gjithë me të zi dhe me të keq. Më kanë shku 4 djemi një qikë, këto kom pas mas 13 vjetë. Burri më ka dekë 40 vjeçarë, më ka lanë djallin 12 vjetë. Vetë gru, vetë burri më kanë. Po hikti arriva kur më rrët këtë djalli, kuj bane 22 vjetë veçare, djalli 22 vjeçare, 2 muj për ba, ndodhe që këra. Merë kujna të jetue me ta myt, djallë hastreti, lule trinic, e has një ditë në borë, të merë për mu. Unë e visi dina që të se zemën e kam të kam. Po prapë në shta përkundër gjendjes tone dhe emocioneve tua, prapë mundosh me qenë e fortë dhe ke thonë që deri në momentet e fundit jetës tem, ka me luftu. Ka më baje fortë për drejtësi djallit tem, me ta myt djallë hastreti, gjaku i vetë dhe ma lanë fajtur, merë kujna të jetu. Po, rasti u shku, edhe herë po tëmë, edhe kum thonë faleminderit për juve, si po ma bëni këtë mirë, si po më vini mediat, më vizitu, e si po më qitni për me ditë kretë rastin bota dhe popli bota, kretë që shot të shku rasti djallit tem. Ju lutna e du drejtësinë e djallit tem. Pse s'ka drejtësi për djallit tem? Dhe ta kumri, më falë që nashta po ty në dhimbjen tënde, po kjo është arsyeja edhe pse kemi ardhur me qitë nashta prapë me rikthym vëmendje rastin e djallit tënd që ka ndru jetë para 4 viteve. Po. Ku ke qenë ti në ato momente kur e ke marrë vesh që djalli jot ka ndru jetë? Unë jam ka në shpe, në bramje,
E kum ti djallin që nën stop me djallin kum nejt në telefon. Sot do shqa se pindu diçka. Jetën tash mam ku i. Ma ka bo mam ta jem të shqiturit. Ta na ka tira njeri së shku ka punu gjithë ditën. Orë të shpia u pastruhe. Orë që këj mërat tema i me kërë e ka marrë. Murat tema i kush është Murat? Vlove që ti raj temaj. Vlazni janë këta gjaku të unikina. Dhe me thonë, supozohet që familjarët e ju Po atë një gjakut i kina. Më ka thonë mam jam me 4 persona me ka përmen. E ka përmen raj temaj, Murat temaj këta janë vlazni, Behar temaj djolt migjës se kina edhe Smali Goshi. Ai shoki tyne, nuk e di kohit është ai. Dhe me thot djali në ato momente ka qenë me këta që Po të katërt. Edhe çka të kanë thonë këta kur i ke takuar? I ke taku nashta pas rastit? Jo që ta kalzoj rastin tani kur kum tirë 30 minuta, fjalët e tina të mramat. Mam ta hoj, ta shkuje jetën. Se më the që po vijo mam, mi ka përmena peqitat 4 persona. Rojnë, Muratin, Beharin djollët migjës burrit dhe Smali Goshi. Ma telefonin një kanal djollit. Dhe me thonë momentet e fundit jetës të Tina. Ai ka fol me ty edhe të ka tregu Po. ka nasht. Një kanal djollit telefonin, kur u bon një orë e gjys, telefonin në të qa si bëjsh, a disha se diçka u bon, e kum thirë nanën e Beharit. Nanën e njënit prej persona Po. që ka qenë me djalin tënd. Tash qa din ku i ki djallin, se diçka u bon një tënin, tha një ndalë tonë bashk, i kum thonë tash ka vetën anën e tina, rojt. Ku i ki djemë, tha kam thonë një ndalë bashk, në dytën herë ja ka nalë rrimen dhe ja kam qelë derën. Orë që i ka konatit. E kum një kërë mi shpitune se përske e osfaltë se kena pas shpinë, gjalli migjës burrit. As ma kanë tirë konatin, as ma kanë tirë mungë. Ja kanë nalë gjalli telefonin, as i kanë tirë policin, as i ka tirë ndimën e shpejt, kërën e kanë pas pa regjistruhe. E kanë marrë dhe kanë tirë mas një orë e gjithë gjallin e migjës burrit Beslim Temaj. Ka thanë hajde, përpej se jetu në urdzohe. Aj, u quhe ka marrë kunatin ten, thë në vish me gjalli më kanë, burri më ka dhek. Edhe e kanë marrë, o jenë shku drejt në klinë. Të shku në klinë një në drejt përpej, e kanë marrë dhe një gjallë të migjës, edhe një tjetër 4 vejtë në shku këta. Unë e pa diteq, të shku në pej, në gjysë rrugës pejës, ka thënë këta nëse jenë të qu për Prishtinë. Orë që i ka e kunatit, oj dhe da kumri të urzu jetu. Qyshe i da urzu të ajerë basi Beslim ta e thiri ta bobin e jenë shkuta. Atë natën e kum ditë vesë që urzuhe. Nesit, ku ju më shku më Prishtinë qa me pandjë. O Zot, mërë një shala Zot i kom nësë pravanë që muë. Krytë në zavoj, me 2 oksigjena në unë, një nguj, oksigenin këtë ndurë, me gjakdirdjen këtu në qapë, operatin këtu. Pa kur farë levizje, ku pos gjollin 3 javë ditë. 2 operaciona i ka pos. Ka pakun e krisë, e ka pos që i e kur 27 kam ca më kryje. Të merë që se kum po djolin, o Zot i shala Zot i kone se prevanë që muë. 3 javë ditë ka ne pa vedje, mas 3 javë ditë më ka dek. Behar Temaj, o ardhë në Prishtinë. Që është Behar Temaj? Djalli i migjës burrit. Personave që ka qenë me Po, djalin. djallë të migjës burrit, të kina dhe djalli mas shumë ti ka post. Adhe në kanë që kështu bashkë lidhjet, bashkë i kanë pos me tajë. Aje më tha ajer të kiri, me dha 50 herë pare. Tha po, ta dhe da kumri të huj dhe vëqu drethke. Tha, tutna, tha e ka hangër për muaj. Po tash nuk pi pranën,
Po të që jam i beton se s'kum full. Unë në shpirt djallit t'i bëj besë se kum po nona vetit, të dhonë shpirt, farë gjendje, kum po gjallin që të fjallë ma ka full. E dashur, do me thonë 3 javë ka nejtë në koma djalli. Pa vedi e kum pas. Pas 3 javë ka ndruje, do me thonë spitala. Po, i ka pas 2 anë këtu kulfa që shqytin, ka të thyne, e ka pas për mas këta ullëfën e thyne, e ka pas këtu ashtin e thyne për mas, edhe ka pas lëndime trupore. Avokati ka dhe fotot, e ma ka qumu dikush edhe një foto e ka në telefon, farë gjendje djalli më ka njës për i klinës Begit, e ka në foto për i familjes Beharis që ma ka qumu. Ku supozohet që është rëzu djalli, për shkak se sipas autopsisë ka dalë që djalli është godit me shufra metalike, po ku ka ndodhur këtë Në Shtopel rasti, që aty në rrugën hymjes tonë, po këta, po ma polici i klinës sa me Kamberi, e ka mek, kuj më shkune me dhënë deklaratën, në atë moment s'kom dita se që pun folune, se me mërzi për djallit tem, ta kom rita pishu një herë rrezikimi trafikit publik, të këqyru masanej që apëndohet. Kuj ka dole autopsia, në autopsi shkruan si ka goditje me mjek, mekanik i mreti i fort, dekja ndjerit o vdekja e doshme. Edhe e kom gjetu në dhe shufrat, po rast edhe i herë po tëmë, u shku me njësi, po s'ka me lam konder pa trokit, e pa qitë rastin dritë nuk e lam. Unë nuk e pranoj rrezikimi trafikit publik, i besoj autopsis dhe mjekësisë rigjore. Unë deshta me të pyet kur ti ke taku personat që kanë qenë me djalin atë ditë, edhe i ke pyet që shka ndodh rasti, çfarë përgjigje të kanë jap? Jo, veç në Prishtinë, e ky raj tema i sokon heq. S'ka qenë se ke taku fizikisht? Jo, veç më ra ky Behari orë më ka thonë. Qatë ka thonë edhe një herë Behari? Behari më erë të kirri, unë e veç kosha se farë gjendje gjallin e ku po, a i erë të kirri më ollë edhe u drejt kësi tu për kështu që shtu bëjke. Ta dhe da kumrita hujt, tut në ata e ka hangër për muhe. Po nësë mujta qashtë si kosha për me zije, po nuk mujta me abo kur farë pyqje, që të pyqje, po ta shtëpi ka zënë vërtitën. A ke pas rastin sot, do me thonë jemi 4 vite pas vdekjes djallit tënë, a ke pas raste mi taku prap nështë ata persona, mi taku fizikisht edhe mi pyt? Ja, ma të ta asë në shku, asë në orë, asë në... Po mas 5 ditën e me, baba i ti kër orë e kum pas djallin kumë, gzim temaj, orë me gjithë grudë vete. Gzim temaj është një baba i tina, jo baba i rajt. Prej personave që ka qenë me djallin atë. Ta kum rita huj, ka ndudh që ka ndudh, e sholla tha, quhet ta jetuni. Tha, njëherë ta ishin kanë ta të luta si në filma, me dështaga. Tani ta këshin luta me dëshu ploka, tani ta me dëshufra këshin luta si në filma. Unë i kum gjetë që atë shufra, po asë në dorë që kanë marrë të shufra. Qatë kanë thonë policë? Polici i klinës sa me Kamberi e ka me këta. Do me thonë njënin prej personave që ka qenë me djallin atë ditë? Atë ditë e ka me unë e kum lyp drejtsinë e djallit se si kum hi me kërcen në mua tonë. 3 herë në 4 e kum kanë, ka thanë delëm për këtu që mësëm hajde ma, se më ka qodhë dhimta. I kum thanë, këti thiri gazetarët dhe u leksin të atyre ka ndurë se s'manim për kërkonin. Ku ko drejta i më tha munin na me vetëmunë që lypsha drejtësi për djallë temin, dilëm edhe mësëm hajde ma këtu. Dhe plus e ka shku rrezikimi trafikit publik. Pse e një tina s'përmenet kërkonë sa anca. Do me thonë policit ka thonë, dilëm prej këty se po më dhamë kryt prej teje dhe mëse përmenet. Mësëm hajde ma për këtë punë të dira. Që shunive të në atë momente? Bodhu niva, janë njësa me kajtë, ta shqitiri gazetar që ju më shku të nesrit, i shku të ata shku që ka Londën, ta e ka marrë në bajraktarin, një polic qëtër të ke pi marrë në dhanat e tina djallit, e djallin në pavedije. I ku më shku marrë në bajraktarit, mrena i ku më hi,
Tash ai jeti marrën Bajraktari, prokurori, tha po urna, tha qysh urna, djali jam thash në kom, pa vedije, po lufton për jetë, gjendje kritike, më thë që mjek nuk ka shpresë për djallë, nuk unë e mëqme për bagajit kjerit. Ta ja, ta me që tash ta pidi që të punë, ta onë vetëm ka thirë një politë ciklines, më ka thonë 1% ka lëndime trupore të leta. Të leta, ndërkohë që djali të... E djali jam të luftu për jetë të luftu, ta unë e tha që të e kumni, thash qitë ma atë politë, ta lut në lira ma dhume në dhaj, dollë që shkollët të përt, edhe shkoj e dhaj. Da me të në rasti u shku, edhe herë po tëmë, pej policit klinës dhe të prokurori marrën Bajraktari u shku me njëfësi. Me njëfësi edhe nështë sot jemi 4 vite pas edhe halo nuk është bo Kurse, tasha ka fillu, asnjë. Për vdekjen e djalit tënd, ndërkohë që kanë qenë 4 veta. 4 vete në kanë atu. 4 vete në atu, me kanë prokuroria, ju lutë në du drejtësin e djallit tem, të 4 mu me marrë, për të 4 del një fjallë. Po a janë intervistu ata persona që kanë qenë me ta? I kanë danë, po ta pidanë deklarata tash janë ty në ro. Kuj panderi të ke, të hanqat kuj kena majtin klin, të ke jena kanë ullun, orë të pitë cigare të 4, orë një kërë me ranë, edhe unë e më shku me dhe s'kërë në mja larguru me të rrugën, se ku më hetu hysh jetunin të vrapu, e që shimur djoli që ta të lëndime. A ditë në sanë të ke në pejtë, të ke veç u konë ullën e këmë gra kërët, veç kur urzu ma ka baru mi me drita se urzuhe. Nuk jenë të ka zotë vërtetën. Pa i ko këta 4 persona, mi shtrengu mirë me ma ka zotë vërtetën, sanë s'ko, 4 vjetë të bolë, më të reme. 4 vjetë. Edhe herë për tëmë, une nuk e pranoj rrezikimi trafikit publik. Do më thë vdekja e djallit tonë është cilësu rrezikimi trafikit? Po, qartë u shruhe. Autopsia krymë punë. Po, do me thënë, kur e ke marrë këtë autopsinë? Autopsia i ka dojë... Se në autopsi thuhet që vdekja të ndjerit është vdekje e dhënshme dhe ka arë si rjedhoje gjakderdhjes mes cipave mbështjellëse trurit madh dhe në indin trunor. Edhe po thot që deri te gjakderdhja ka arë si pasojë e kockave thyera të kafkës dhe bazës së saj. Në kodër të ekzaminimit të brendshëm janë përshkruar me detaje gjitha dëmtimet, edhe gjitha këto dëmtime me besueshmëri janë shkaktuar nga veprimi mekanik i mjetit të fortë në praktës. Që thotë edhe mjeki ligjor. Kështu thotë edhe mjeki ligjor, ndërkohë që ti për 4 vite rresht ndeshna për dyert e gjykatave dhe nuk gjon asnjë lloj. Tash e ka rrugë për fillimi, në herë e këna posën klin, e këna posë rastin, në herë në pe e në klin, pe kline të krimet të rana, aty kom thonë se pranojë në rrezikimi trafikit publik, tash e kanë këty apet në pe, 2 seanca jenë majtë, tash e kena me 8 prill apet. Kena këta polës tënë, polës tyne. E dashur avokati, çka po thot avokati? Apo bën është në atë aspektin që me të ndihmu edhe ty edhe me t'i shpjegu me detaje sanët? Po, kos mujti me je këta rrezikimi trafikit publik, kjo me qështo, kjo do me thonë, nuk po dhjas vetë, qysh me tha saru në kështo, unë e sa dënën se pra në rrezikimi trafikit publik, dhe gjakun e gjallit nuk e fali. Nuk kam në gjak gjallit për me fali. Ka qenë gjallit i vetëm? I vetëm i astretit të konë, mi më shef një rast. Mi më shef një rast, jetim as 13 vjetë, që se ku mbrojt 7 zanin në spital dhe se ku më linë. Për shkak se ti ke pas probleme në Po, edhe me ta mytë dhe nësë me marrë kush parasysh këtë rast, nuk po më ditë. Edhe 2 herë të Arbolena Agjiu e kum qo autopsin, masi e kum u kanë djallin kum, u dek e kum qo, 7 muaj 8 i ka pas në dorë që ka marrë. Do me thonë, kështu po bëhen 4 vjetë. 4 vjetë me po. Me 27 marrë në 2022 në rasti ka ndodhë,
3 javë dhe djallin ku me kum pa vedije, pas një levizje heq, edhe mjek të ishin bëllë mi s'ka shansë për djallë s'ka si quët, po unë e mojshë me që më quët djallë. Qa dyshën ti si non, qka ka shtynë është ata 4 persona me amor jetën djallit tënë, qa i ka shty ata? Djalli ëtë jetoni? Qfar djalli ka qenë, me qa është mirë? Ka qenë vesh 22 vjeqar, a u konë të punu diçka? Qa det ka punu, qa det? Qa ka punu jetoni? Doj ka boj qa det. Dhe u shem për bakti, amane ku jenor polici e klinës që kom thanë, hene, fun e kry, kem pas ram, kem pas shqiptar, kem pas katalik, hene a fol na i vrejt që na i kush për gjallë të emin. Jena hita këna vetë, vish kanë kashë se gjalli kur farë probleme s'ka pas me kërkonë. Pse e kanë duhet, mami më ka zotë vërtetën, kanë duhet tash, po se pjedoj dhe shmit e rreshme. A visim kanë gjithë një nam pa për kraja? Të është. Sa të vështirë kiti? E kam vështirë bëllë, Se ki shumë probleme shëndetësore dhe nështë përkundër këtë problemeve tua shëndetësore dush mu e në dyrëve të gjykatave me kërku drejtësi. Bëllë, ishala, zëti kanën se prevan, zëti kanën kur pisha do para kamë më mdalë mua të lu. Vesh një nanë, kush ishala zëtë dhe herë se prevan zëti kanën si mua. A di qa kam ranë. E di që e ki shumë ranë. Me të më shilë dera shpisë, e me ta mi vjetë, mas 13 vjetë të merë. Unë sot femen jam, një shuplak me adha dikuj, më një muj ditë më bërë marën. A i me ta mi djollë hastreti, lullet të rinisë, e me dojë më vene, me punon her të për të përpjetë, nuk po më i me ditë, dhe kështu qatë më dhëtë. Se raste ka bëllë, raste pëndu dhe në ditë për ditë, po për ja rëstëhujnë, e pëse për djollë temen sa rëstëhujnë. Për një vjetë nështë atë vogël, e arrestojnë. Për çdo jo edhe postojnë me foto nështë në çdo media të mundshme, kurse për një jetë shume që në këtë rast është djalli ëtë që rast i ran, po. Është një rast shumë i ran, pa diskutim, edhe sipas autopsisë treguhet që djalli ka ndrujet si pasojë e lëndimeve që ja ka shkaktuar me mjet. Po, edhe i kom gjetën e mjetët. I ke gjetë edhe po, mjetët. Edhe mjetët i kom gjetë. Domethënë vend ngjarje dhe i ke gjetë ato mjetët. Po. Edhe shurkumrie, unë e di që që tash edhe ma heret, e di sa e vështirë është për ty, për nështë ku e gjenë këtë forcë me qëndru çdo ditë e fortë edhe murçu çdo ditë me dalë, unë e di që si terapi e ki edhe me dalë në sheshin e Skënderajt, me qëndru atë edhe me shiku rinin edhe kështu. E kam zërë bëllë, këtë i shok të arini, faleminderit tonë më respektuar në folin Skënderaj, ama dyqysh s'di që shumë duket. Pa djallë dyqysh s'di. Allah e visi jam qëtu si figurë që jita pa djallë sensë. Zemën e kam të kaltë. Me e knartë në jem edhe në shku të djalli, se si je marrë në qatë. Ti dush më bëj fort, edhe mos më ndalë në është atë deri vjen një ditë që kime gjithë drejtësi për djallin tënë që të ka ndru jetë, për shkak se edhe jeta që e ke boti ka qenë shumë e vështirë, ke pas po, do me vjetë e kom rritë, po. Do me thonë... Vetë gru, vetë burri më kanë. Vetë ke qenë non, vetë ke qenë bab, je mundu... Në rritë, mungu për gjatë dhe djallë ëtë të e siguru bukën e gojes, të punu, do me thonë me gjithë vdekje, nështë ta si pasojë një fjallosi ose kush e di që shka ndodhë, për qa dyshën ti? Pse i ka qunë është ata 4 veta që janë familjarë djallit tënë, familjes burrit, qa i ka qunë ata me marrë këtë hap edhe me vra djallin tënë si pas? E vishë zote, dhe në vishë ata dinë se ka zojnë vërtetën. Se ka zojnë vërtetën? Nuk e ka zojnë vërtetën, ju. Me ta mytë dhe me ta lanë fajtur, ekspertizja ka krynë punë. Po na e pam, do me thonë... Kjo krynë punë, plus më lanë rrezikimi trafikit publik, po nëse pranë e këta. Edhe gjakun e gjallit edhe herë për tëmë, kur dhe për dijes që fali. Ju, dhe gjak gjallit s'kam për me fali. Unë do me të falenderu shumë që ke gjithë ku edhe nështë e i hapit dyrë të shtëpisë tane për neve edhe për shpesi që ka më gjithë një zgjidhje
edhe pse e ki shumë të vështirë për shkak, a ki ti përkraje, a të përkra dikush në këtë rrugë tem, a je krejtësisht e vetë? Ja, vetë me janë. Nëse një djali i mi zbordit se mja hop, zëtës që hop, a i pua e që ta shë të merë më avokat, a që nëz dhe që të hartë, si në që i madhe i vëgëll më kanë imun për djallë. Sa ke në ku më kanë qo pare, që hopi se mja hopu, më kanë imun e jak më dhënë avokatit. Ta djali i mi zbordit, a i ha të merë me avokat, me pare. A i pe pagun avokat? Po që unë 140 herë i marë për burt veteranve. Se më penzia lasë që talë. Dhe me thonë edhe jeta që ti e bënë sot me 140 Po, me 140, era për banesë kjo, banesa se qolit, veqërrime ndët mi pago dhe hujta dhe që. Apo më nëshme ja dollë. Valoj dy qyvis ti më një mujnë që të për 140 bërë bajrama që të si më ka një mume se jo. Zdallin, unë e lojë goti qa, ble i lojë qa zëme me. Ko arrima që të. Shkojnë krejt i loqë, 140 euro që i marrë të burit. Këtë qëtësimet i kam gjetë pesin ka dhe djolli 2 fornës që kam i pi. Ti ki jetën shumë të vështirë dhe prap nuk nalësh. As ka më nalë, pa qitë këtë rast në dritë nuk e lanë. Bravo. Sa autopsia krymë punë, autopsia krymë punë. Pse jenë të mënu me më shifë rastin e djollit tam. A vesim kanë gjetë një namë vetë në pa përkraja. Merë kujnë aty e tu. Se rastet jenë të ndodhë ditë për ditë. Çdo ditë ndodhin. Çdo ditë po ndodhen, po për marrin, për arrestojnë, për marrin, për banë. Në vesim kanë gjetë një namë pak për kërraje. Me më shefë rastin, autopsia brekujnë punë, që sanë që kena ata të palës tyne, edhe të palës tunë. Ma sanë që qëtëri kena mjek të ligjurë, keni me pa jo, betimi për drejtësi e kam ato, keni me pa që ka me full mjek të ligjurë. Unë besoj vish autopsisë dhe mjekësisë ligjure. Nuk e pranoj rrezikimi trafikit publik. Gjoli ka posë edhe herë po tëmë, ka posë lëndime dhe trupore, avokati ka fotot e djolit. E doshur, më falë që në shtati ku më bo dë pyetje që ta kanë qelë hala ma shumë atë blogën që e ki. Po gjitha kam zemën. E di që e ki edhe asnjëherë nuk kam e të largu, po mos e mendoj ma të keqen, për shkak se ti më the ma mirë me shku edhe unë të djali jo, ti do shumë e tu edhe më bo shumë e fort. Me ta mytë edhe me ta lëmë fajturt. Merë, ku jenë atë jetuve. Dush më bëj fort, okej? Zemë. Dush më bëj fort se ti e shembull i gjallë për krejt ata Jo më nuk me njerëzit. hati katë me rritë gjollë. I kum pas arru krejt jekë që kum pas jekë. Na marru në shpishë qata, dullo tani deqburri, pas 2 vite se jena. Ma la djallin do më 10 vjetë, po ku më rritë ke djalli i arruva në jekë. Më rritë ke djalli edhe kum pas. Foto me ta kalzu jo se o djalli e më po zdifa djalli. Me ta mytë edhe me ta lëmë fajtur të merë. Që thashtë edhe ma herët je shembull për krejt ato nana, po jo veç nana, nështë për krejt ata njerëz që njihen të vetëm edhe s'mujnë me adalë, se zakonisht na në Kosovë përballemi me këto probleme, do me thonë, me njoftësi, me këto gjana, apo ti mos u ndalë edhe bënë shumë Gjula e se ka menën më nalë. Edhe, po besoj që një ditë kena marrë këto edhe me na tregu që drejtësia ka orë në vend, edhe janë dënu ata që ja kanë marrë jetën pa drejtësisht djalit tënd, që ka qenë veç 22 vjeçar, edhe që u mundu në ashta me asiguru familjes bukën e gojës edhe me punu punë veçone me tansin, po veçone me djalin ku. Ajo shumë krenar me ty prej atje lartë edhe mos u ndalë kur. Kur s'kam më. A e ki edhe një mesazh të fundit nështë me ndo me neve dhe me krejt publikun që e Po falëmes për juve, inshallah Zoti ju ndihmon, e si po më jep me përkraje, se pa media sens, s'kisha mujt me bë mos me kon media. Do me thonë mediat janë konë në ndihma jote vetme dhe ma e madhe që me Se sjellë më keni fakët. dhamë përkraje, Zoti ju rujt. E doshur faleminderit shumë. Respekt kam për juve, inshallah Zoti ju ruan.